Kënga Labe është një nga thesaret më të çmuara me të cilën të gjithë krenohen. Nuk mbahet mend që kur janë hedhur themelet e saj, pasi siç thot një shprehje e urtë popullore, nëse dy burra bëhen bashk, patjetër njëri ja merr e tjetri ja mban iso. Çka do të thotë se ajo rrjedh lirshëm, thua se është pjesë e qenies së ekzistencës dhe e pandar nga jeta e përditshme. Edhe pse shumë gjëra kanë rrjedhur në shekuj, kënga dhe iso polifonia Labe është trashëguar në breza si një vlerë e patjetërsueshme, sepse pa të asnjëherë nuk mund të kuptojë ekzistenca. Ka qenë vetë ajo, e shpallur edhe si pasuri e trashëgimisë kulturore, ajo është ruajtur me fanatizëm. Nuk ka gëzim, nuk ka ambient apo sken ku kënga Labe të mungoj. Sinkron se me Ngjokoli. Edhe pse i përkasin brezave të ndryshëm, ata i lidh një gjë e përbashkët, që është kënga Labe. Edhe pse jo pak herë bëjnë apel për më shumë vëmendje me qëllim ruajtjen e një tradite, e cila është trashëguar deri më sot me shumë fanatizëm. Si e konsideroni Gjirokastrën, duke qenë se është qendra e iso polifonisë? Gjirokastra mbetet një nga qytetet apo po them nga rrethet më të zhvilluara në drejtim të jo vetëm të iso polifonisë, po edhe të disa traditave të Labrisë, tradita këto që pastaj shtrihen në të gjithë atë territor që quhet Labri. Edhe pse i përkasin brezave të ndryshëm, ata i lidh një gjë e përbashkët, që është kënga Labe. Edhe pse jo pak herë bëjnë apel për më shumë vëmendje me qëllim ruajtjen e një tradite, e cila është trashëguar deri më sot me shumë fanatizëm. Mund të them për grupin e të rinjve të Piçarit, është një nga grupet më simpatik, më të mirë dhe përfaqëson fshatin në shumë vende, jo vetëm brenda vendit tonë, por ka përfaqësuar edhe jashtë vendit. Mund të themi djemt kanë mbi 10 vjet që është i aktivizuar. Edhe mund të themi që e kemi kontakt në çdo lloj aktivitetesh. Po ju si e shihni angazhimin e grupeve të tjera për sa i përket iso polifonisë? Unë e shikoj deri diku të njanshëm, për arsye sepse nuk i jepet shumë prioritet në fakt. Por që është një grup që ka në themel këngën Labe, polifonin Labe, më kupton, dhe e ka në gjak këtë lloj këngë. Por që duhet përfaqësuar për mendimin tim dhe duhet dhënë çik mbështetje akoma më tepër, të pakën nga instancat edhe dhe të kulturës së rrethit, për sa i përket ngritjes deri diku në një farë më në një farë shkallë më të lartë. E tjetra është, më falë, tjetra pasaj që nuk ka edhe sponsorizimi mungon, kuptohet të ardhurat mungojnë për të
për të patur akoma më tepër aktivitete. Se kam qenë dhe vetë pjesëtari grupeve të Piçarit në vitet 68 deri në 78-ën, domethënë kam qenë vetë pjesëtar në grupet. Mund të them që ka rënje. Prandaj do një impuls më të ri them unë, për ta shtyrë akoma këtë lloj këngë që është një thesar i paçmuar. Kënga Lab është një thesar i paçmuar, jo vetëm brenda vendit, po edhe jashtë vendit. Në mjaft aktivitete dhe skena që janë ngjitur brenda dhe jashtë vendit, ata e kanë përfaqësuar më denjësisht trevën e tyre, ku janë lauruar jo me pak çmime dhe vlerësime të rëndësishme. Blidheshin burrat e par, moj bashkë me qelo pizzaro. Moj blidheshin o ba moj bashkë me o qelo bashkë me qelo pizzar, moj ku vendonin për andar. Ba moj bashkë me o qelo ku moj ku vendonin ja të dje gurshkë me gur, mo ja të gjallë me flamur. Ja mo ja të dje gurshkë ja mo ja të gjallë me Një prej tyre është edhe grupi i mirënjohur i Piçarit, i edukuar dhe rritur me këngën Labe, zoti Shkëlqim Guçe, njihet si një nga përfaqësuesit më të denj, që në asnjë moment nuk e ka braktisur pasionin e tij për këngën. Kjo iso polifoni ka dhe një tingëllim mrapa që quhet labëri. Labëria në tërsinë e saj ka variacionet, ka këngët, vallet, të cilat dallojnë, por dhe në fundit kanë dhe atë të përbashkët. Sepse polifoni që do të thotë shumë zëra, brenda këtyre zërave kemi dhe të veçantat. Për shembull, në qoftë se në polifoni kemi 4 zëra mars, kthys, hedhës dhe iso, kemi në himar edhe një tjetër zë, i cili është zëri i pest, që dallon mbi këto 4 zëra. Kështu që në tërsinë e vet, labëria si trev autoktone, me përjashtim të këngëve dhe valleve, shoqërohet në polifoni edhe me instrumenta si që janë dyjarja dhe fyelli, apo të shoqëruara me isot e grave që tjerën në furk. Duke bërë një evidentim të iso polifonisë në veçanti, ajo është e pa fund. Nëse gërmojmë, akoma do të gjejmë tek ajo. Se gjeli lule të prili, gjëllë no gjupilë pili. Thuhet se iso polifonia nuk preket, është me të vërtetë shumë qibare. Kështu që labëria apo gjirokastra
pa përjashtuar Vlorën, Saranën, Tepelenën, kanë të përbashkëtat dhe të veçantat, sepse isopolifonia, si që thamë, evidentohet, dallon, por ka dhe pikat e përbashkëtat saj. Kështu që Labëria e ka këtë djep që e përkund këtë isopolifoni dhe shpresojmë që duke u marë, e u rimarë, duke e stimuluar, duke e evidentuar, jo vetëm në për skena, por dhe duke pasur parasysh dhe rritet, zakonet, traditat, si që janë ato të dasmave, të cilat dikur nga vitet 91, 92 e deri rreth viteve 2000, po thuaj se filloi të dominoj turbofolku, jemi në momentet kur polifonia folklori është duke u kërkuar. Ne ta mbrojmë sepse ajo është e kërkuar dhe e dalluar. Kështu që nuk duam të themi se do të bëjmë shkencë, por kjo shkencë duhet të mbrohet. Pra isopolifonia në vetvete është një gjevahir i rrallë. Këtë gjevahir le ta mbajmë të varur siç mbajnë nuset gjerdanët.